Kombëtarja shqiptare e barazoi me shifrat 0-0 në mbrëmjen e dieshme përballë Serbisë në stadiumin Air Albania, ndërkohë një nga momentet kyçe të sfidës ishte minuta e 46 e pjesës së parë kur u akordua një penallti në favor të kuqezinjve pas një inkuadrimi tepër spektakolar të Elsej Dysajt në zonë. Por Rei Manaj nuk ja doli që të shënonte pasi topi i goditur prej tij nga pika e bardhë u prit nga portieri serb Đorđe Petrović, ndërkohë sulmuesi kombëtar Son ka reaguar për herë të parë duke kërkuar falje për tifozët për penalltinë e humbur, ndër të tjera Manaj tregon se po ndjen dhimbje të madhe në këto momente. Sot ndjej një dhimbje të madhe që nuk mund ta shpjegoj me fjalë. E di sa shumë prisni shqiptarët nga kjo ndeshje dhe e di sa rëndësi kishte ajo për të gjithë ne. Më vjen thellësisht keq për penalltin që humba, si sulmues gjithmonë marr përgjegjësinë përpara portës dhe nuk arrita të bëj atë që duaj. Ju kërkoj ndjes të gjithë tifozëve shqiptar, bashkëlojtarëve dhe stafit. Ju siguroj që kjo ndesi nuk më lë rehat dhe do ta përdor si forcë për të ardhur më i fortë, më i përqendruar dhe më i vendosur, shpreh Manaj. Kujtojmë se mbrëmjen e dieshme në konferencën për media pas sfidës, trajneri Silvinho e mori në mbrojtje sulmuesin e Sivaspor, duke deklaruar se përgjegjësia është e tij dhe jo e Manajt, pasi vendosi ai që sulmuesi të gjuante penalltin. Manaj është një lojtar i rëndësishëm për ne, e marr unë përgjegjësinë për zgjedhjen që kam bërë. Ndodh që të humbasësh një penallti sepse është futboll, e kishin përgatitur një ndeshje shumë të mirë sot. Broja nuk është mësuar të luajë ndeshje të plot, ishte shumë i lodhur në një pikë të lojës bashkë me Hoxhën. Edhe shokët e ekipit e mbrojtën sulmuesin Rei Manaj, me sfushori kombëtarës shqiptare Kristian Aslani, teksa komentoi përballjen me Serbinë pas përfundimit të ndeshjes, u shpreh se do të donte ta gjuante atë penallti, por rregullat janë rregulla dhe ajo i takon dhe Manajt. Duhet të jemi optimist se treguam kualitetin ton, besonim se do e fitonim këtë ndeshje, por kemi një ndeshje të vështirë dhe me Letoninë dhe na duhen 3 pikët. Do të doja ta gjuaja unë penalltin, por trajneri e vendos, tha Aslani. Edhe Myrto Uzuni u shpreh se i mungoi fati te rasti i penalltisë së humbur nga Manaj. Mendoj se na mungoi fati, ekipi ka bërë një ndeshje të madhe dhe ne jemi krenar. Na mungoi fati te penalltia, por janë gjëra që ndodhin në futboll. Normalisht isha shumë afër Manajt dhe po i thonim s'ka problem, ke bërë një pjesë të parë shumë të mirë. E vetmja gjë që tashmë na mbetet është të fitojmë ndeshjen e radhës ndaj Letonisë. Në ato momente kur jam si sulmues pres të më krosoj me sfushori i krahut, u shpreh Uzuni, ndërkohë edhe Armando Broja e mbrojti sulmuesin Rei Manaj duke thënë se penallti i humbin dhe lojtarë si Cristiano Ronaldo apo Lionel Messi.